Përshëndetje, kemi këtu një ushtrim në lidhje me rënjët. Si që shikoni, në pamje të parë ushtrimi duhet këtë shumë ngatëruar dhe i vështirë. Por le ta shohim në praktik. Për të gjithë ju që keni dëshirë ta provoni ta zgjidhni vetë të parët, atëherë ndaloni videon, shkruajeni kërkesën dhe gjeni vlerën e shprehjes. Ajo mund të dalë 3, 4, 5 ose 6. Fillon. Nëse keni ushtrim rënjë në rënjë, si që shikoni, atëherë veprimet nisen nga rënja e fundit. Atëherë çfarë shkruaj? Të gjitha të parët siç janë. 22 plus rënja katrore e 12 minus rënjën me tregues 3 me kujdes këtu tani. Rënja 25 del 5. 22 plus 5 del 27. Pra, u shtuk një rënjë. Vazhdojmë tani me rënjën tjetër. Rënjën me tregues 3 të 27-ës. Rënja me tregues 3 27-ës do të shkruhet si një numër në fuqi të 3. Atëherë 3 herë 3, 9 herë 3, 27. Atëherë kush që nga numri? 3 në fuqi të 3. Pra rënja me tregues 3 27-ës është e barabartë me rënjën me tregues 3 të 3-shit dhe është e barabartë me 3. Pse? Se 3-shi në fuqi të 3, më falni, 3-shi me 3-shin thjeshtohet dhe ngelet vetëm 3-shi. Pra shpreha jonë vazhdon me rënjën me tregues 2, pra rënjën katrore të 22-shit, plus rënjën katrore të, pra rënjën katrore të me tregues 3 të 27-ës ne zëvendosua me 3. Pse? Se na doli 3, pra 12 minus 3. Atëherë rënjën katrore të 22 plus 12 minus 3, 9. Pra rënja katrore e 9-ës është e barabartë me rënjën katrore të, i vendosim barazimet para secilës prej rënjave. Atëherë 22 plus rënjën katrore e 9-ës është 3, se 3 herë 3 bëj 9. Atëherë është e barabartë me rënjën katrore të 22 plus 3 që bën 25, dhe është e barabartë me rënjën katrore e 25-ës është 5. Atëherë si që shikoni, ushtrimi jonë pra mori këtë formë. Pra nga e fillua, nga fundi, nga rënja e fundit e brendshme, dhe vazhdua përsëri këtu, pastaj këtu, dhe në fund fare arritëm tek përfundimi. Atëherë rënja na doli, pra gjithë shpreha na doli 5 vlerë. Shikojmë tek alternativat, kush është 5? C. Atëherë do rrethoni alternativën e saktë C. Atëherë ju faleminderit për vëmendjen dhe për ushtrimet të tilla të ngjashme. Ju lutem më ndiqni, dhe nëse mendoni se këto ushtrime mund të ndihmojnë edhe miqtë tuaj, atëherë jeni të lutur të shpërndani ato me miqtë tuaj.